Signi, këtu përsëri shqiptarët, sikur në zgjedhjet e vitit 2024, janë të ndarë në dy bloqe. Bloku i Vlenit, ku ishte edhe Alianca për Shqiptarët vitin e kaluar, që shënoi një rezultat të madh për një stasie të konsiderueshme të votave, dhe ishte një shpresë e madhe për shqiptarët vitin 2024, e cila mbasi hyri në qeveri, bashkë aty ishim edhe ne si Aleancë për Shqiptarët, dal nga dal prej një shpresë nisi të shndrohet në një zhgënjim të madh, edhe për qytetarët, po edhe për antarësinë e partive politike të cilët ishim pjesë e Vlenit. Praktikisht zoti Mickovski, i cili është kryeministër dhe kryetari një partie më të madhe këtu në Maqedoni, VMRO-DPMNE, me 58 deputet për gjithë set 120, plus 6 deputet të një partie tjetër maqedonase, e cila quhet Znam, i bëri 64 për 120, praktikisht kish shumicë të votave maqedonase në parlament, pa nevojë për të pasur një parti shqiptare. Ne si Vlen hynëm në qershor të vitit 2024 në qeveri me 4 premtime kryesore. Një ishte fillimi i negociatave me Bashkimin Evropian, praktikisht paralelisht me Shqipërinë ta ecim rrugën evropiane dhe me shumë shpresa që 2029 apo 2030 të bëhemi pjesë e Bashkimit Evropian. Pika e dytë ishte decentralizimi fiskal, domethënë decentralizimi i pushtetit, dhënia e më shumë kompetencave kryetarëve të bashkive. Pika e tretë ishte zhvillimi ekonomik dhe pika e katërt ishte lufta me krimin dhe korrupsionin dhe shteti së drejtës. Fatkeqësisht mbas një vjeç ne në maj të këtij viti u larguam prej qeverie, duke thënë se asgjë prej kësaj që premtuam nuk bën. Domethënë, në rrugën europiane jemi shumë larg, praktikisht e kemi hupur rrugën. Shqipëria filloi e hapi kapitullin e fundit nëse zgaboj, dhe me shumë gjasa Shqipëria fatmirësisht do të jetë antare e plot fuqishme e Bashkimit Evropian në 2029. Maqedonia devijoi totalisht në decentralizimin fiskal, larg asaj që premtuam. Praktikisht kemi një ligj të ri për me qeverisje lokale, ku më shumë centralizohemi, jo të decentralizohemi. Zhvillimi ekonomik në Maqedoninë lindore, ku jetojnë kryesisht maqedonas, ka pasur ca investime. Fatkeqësisht në Maqedoninë perëndimore për një vjet e gjysmë asnjë investim, as pak, hiç. Spaku paralajmërim të ndonjë investimi nuk ka, dhe shteti së drejtës apo lufta me krimin dhe korrupsionin ishte një temë kështu dekor apo shmink, sa thuhet që ja, po bëjmë diçka, dhe praktikisht asgjë serioze në këtë drejtim. Ne si Aleancë për Shqiptarët e pam se, sidomos për çështjen e Bashkimit Evropian dhe decentralizimin fiskal dhe një desinkronizim total i 4 partive brenda Vlenit, ne vendosëm në 15 maj, unë si ministri i Shëndetësisë Zash Dorhekje, dhe herën e parë në historinë e Maqedonisë ndodh që një parti largohet nga pushteti, por për këtë keni marrë vlerësime, por a keni ndoshta si do është pritshmëria juaj për koston, sepse vlerësimet i morët për largimin, pra nga pushteti, nga torta e pushtetit, por për bashkimin me PD-in në këtë koalicion. Ideja ishte që me zotri Ahmetin të formojmë një koalicion të ri, e cila quhet diçka prej Aleancës dhe diçka prej BDI-s, prandaj edhe quhet Aleancë Kombëtare për Integrim. Kështu që shpresoj se në këto zgjedhje, të cilët unë them duhet të jenë plebiscit, shqiptarët duhet të dërgojnë një porosi deri te zoti Mickovski. A porosia më e mirë që mund ta dërgojnë shqiptarët është që në 19 tetor, kur është dita e zgjedhjeve lokale apo vendore, të dalin dhe të votojnë, ku dalin edhe ta japin vlerësimin e tyre se kush duhet ta udhëheq vendin më tutje. Sipas anketave që i shohim, pa dyshim që Aleanca Kombëtare për Integrim, ku jemi edhe ne tash pjesë, apo e formuam si ide së bashku me zotri Ahmetin, besoj se do të ketë dikundi 2 fishin, pak më shumë se 2 fishin e votave që do ta merr Vleni, cila është në pushtet, dhe më